Shqipëria po përgatitet të vendosë një regjim të ri të kontrollit për transaksionet me kriptomonedha, duke i hapur rrugë raportimit të tyre pranë administratës tatimore dhe shkëmbimit automatik të informacionit me Shtetet e Bashkimit Evropian. Ministria e Financave ka hedhur për konsultim një projekt ligj të ri, i cili synon të rregullojë mënyrën se si do të monitorohen transaksionet me kriptoasete dhe si do të bashkëpunojë administrata shqiptare me autoritetet tatimore europiane për identifikimin e përdoruesve dhe të ardhurave të krijuara prej tyre. Sipas draftit, subjektet që ofrojnë shërbime për blerjen, shitjen, shkëmbimin apo konvertimin e kriptomonedhave do të kenë detyrimin të identifikojnë klientët e tyre, të mbajnë të dhëna të detajuara për aktivitetin e tyre dhe t'ja raportojnë periodikisht këto informacione Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Administrata tatimore do të jetë institucioni përgjegjës për administrimin e këtij sistemi, regjistrimin e operatorëve të kriptoaseteve, verifikimin e zbatimit të ligjit dhe transmetimin automatik të informacionit tek autoritetet homologe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare të shkëmbimit të dhënave. Në relacionin që shoqëron projektligjin, Ministria e Financave argumenton se legjislacioni aktual nuk përmban dispozita të posaçme për raportimin e kriptoaseteve, për shkak se këto instrumente financiare mund të transferohen lehtësisht përtej kufive dhe jashtë sistemit tradicional bankar. Autoritetet tatimore hasin vështirësi në evidentimin e pronarëve real dhe të fitimeve të realizuara prej tyre. Sipas ministrisë, mungesa e një sistemi të unifikuar raportimi krijon hapësira për evazion fiskal dhe shfehje të ardhurave, ndaj harmonizimi me standardet e Bashkimit Evropian konsiderohet i domosdoshëm. Nëse projektligji miratohet, Shqipëria do të bëhet pjesë e mekanizmit evropian të shkëmbimit automatik të informacionit për kriptoasetet. Kjo do të thotë se të dhënat për transaksionet e kryera nga rezidentët shqiptarë në platformat raportuese mund të ndahen me administrata tatimore të vendeve të BE-s, ndërsa autoritetet shqiptare do të marrin informacion edhe për transaksionet që shtetasit shqiptar kryejnë përmes operatorëve të regjistruar në vendet anëtare. Projektligji nuk vendos ndalim për përdorimin apo investim në kriptomonedha, por synon të rrisë transparencën fiskale të këtij tregu. Në praktik, operatorët që ofrojnë shërbime për kriptoasetet do të kenë detyrimin të mbledhin dhe të ruajnë informacion mbi identitetin e klientëve, vlerën e transaksioneve dhe të ardhurat që burojnë prej tyre, duke ja vënë këto të dhëna në dispozicion administratës tatimore sipas procedurave të parashikuara në ligj. Nisma është pjesë e procesit të përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian në fushën e transparencës financiare dhe luftës kundër evazionit fiskal. Përmes këtij mekanizmi, autoritetet synojnë të kufizojnë përdorimin e kriptoaseteve për shfehjen e të ardhurave apo transferimin e pasurive jashtë sistemeve tradicionale të raportimit, duke forcuar bashkëpunimin mes administratave tatimore të vendeve pjesëmarrëse.